Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiyai wal mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falenderojmë Allahun subhanahu wa taala, ndërsa paqja dhe mëshira qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen, shokët e tij dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e këtij pejgamberi deri në ditën e gjykimit. Ajo për të cilën do flasim është si zakonisht temat të cilët zhvillohen në përgjithësi janë temat të cilët kanë të bëjnë me vetëdijsimin ton si besimtar. Meqense më pak se një muaj e patëm përfundoi pra muaji Ramazanit, tash jemi në përfundim të muajit Sheval. Edhe normal, muaji Ramazanit është koha në të cilën njerëzit janë më të zellshëm për sa i përket ibadeteve dhe adhurimeve. Do të thonë, zemrat e njerëzve janë më të qela për adhurim edhe për ibadete. Më sandi vjen një periudhë ndoshta që njeriu dal nga dal e hupon atë ritmin të cilën e ka pasur ose cilin ka qenë ritmi i muajit të Ramazanit, edhe dal nga dal fillon që njeriu, si më thon, të zbehet edhe ta paksoj atë nivelin e ibadetit të cilin ai e ka pasur, domethënë në një ritëm pak më lart se sa në muaj tjerë. Pra muaj Ramazanit është muaj i zellit edhe i punës, edhe i ibadetit, edhe i leximit të Kuranit, edhe i namazit e kështu me radhë. Mirë, po pas Ramazanit ndoshta ndjejmë në veten tonë një farë dobësimi, i cili dobësim dal nga dal vjen te ne. Mirë, po për sa i përket dobësimit ton si besimtar, për sonte do të flasim për një problematik prej së cilës shumë prej neve vuajnë, ndoshta dikush vuan në mënyrë konstante, gjithmonë e ka këtë problematik, ndoshta dikush prej neve për shembull ndoshta vuan vetëm në periudha të caktuara, edhe nuk ka sezona, sigurisht për shembull sezona e besimtarit, muaj i Ramazanit, pra koha në të cilën thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam janë të prangosur shejtanët. Ku njeriu e gjen për veten e vet më të lehtë për të bëj ibadet. Shumë ma kollaj e ke ti bësh 20 rekat i falësh, edhe të lexojsh 20 faqe Kur'an ose ku ta diun. Mirë, po më pastaj vjen ajo periudha në të cilën njeriu faktikisht dobësohet pas një periudhe të shkurtër. Pra ky dobësimi i jo, rezultati i çkahit është zakonisht është një problematik për të cilën Allah subhanahu wa taala na ka vetëdijsuar në librin e tij. Ajo është problematika e dembelis. Pra dembelia, përtacia, prej së cilës ndoshta një pjesë e madhe e njerëzve vuajnë. Ne normal nuk do të flasim për përtacinë edhe dembelin çdo aspekt të jetës, do flasim natë në të cilën ka të bëjë me shariatin e Allahut. Pra dembelia nga prizmi ose nga ajo perspektiva shariatike. Çka nën kupton kjo dembeli, cilat janë shkaqet edhe çka është ilaçi i kësaj, sepse ne nëse e shohim një problematik në veten tonë, mundohemi që atë problematik ta zgjedhim edhe ta mjekojmë. Mos e lëm që kjo problematik të bëhet përditshmëri e jona, edhe kjo problematik të ndikojë në atë performancën tonë si besimtar, në ibadetet tona, në namazin tonë e në veprat tona të përditshme. Pra, dembelia nga prizmi shariatik, çka nën kupton? Për këtë Allah subhanahu wa taala na ka përmendur disa ajete kuranore të cilët inshallah do t'i përmendim ne, edhe të cilët si besimtar na vetëdijsojnë neve edhe na bëjnë me dije që mos bëhemi prej njerëzve të cilët janë dembel. Në çka dembel? Nëse na pyet dikush neve kush është dembel, te ne për shembull dikush mund thotë ai i cili sponon është dembel. Te në atë fjalorin popullatës, filani smerret me asnjë punë, dembel. Filani nëse e thirish për shembull diçka të ndihmoj, është dembel. Smerret me kurrë farë pune, ky është dembel. Mirë, po ne nuk do të flasim në përgjithësi rreth kësaj. Do të flasim domethënë për dembelin për sa i përket shariatit, edhe asaj dembelie, edhe asaj mangësie të cilën ne si besimtare kemi në fenë e Allahut subhanahu wa taala, ose në atë përditshmërinë tonë në raport me Allahun subhanahu wa taala. Kur është përmendur dembelia në Kur'an, në përgjithësi është përmendur si cilësi e hipokritëve, e munafikëve, nuk është përmendur si cilësi e besimtarëve. Pra si cilësi edhe veti e munafikëve. Për shembull, thot Allah subhanahu wa taala në ajet kuranor: "Wala ya'tuna as-salata illa wa hum kusala." Edhe ata nuk vinë për në namaz përveç se me dembeli.
Pra një prej sendeve të cilat Allahu na ka treguar neve se ku mund ta hetojmë, a jemi dembel apo jemi të zellshëm dhe jemi të devotshëm, te puna e namazit. Pra te puna e namazit. Thot wala yatuna as-salata illa hum kusala, nuk vinë për namaz përveç se me dembeli, vinë zhak. E falen namazin, jo që nuk e falen, mirë po vjen me përtaci. Yuraun an-nas, vetëm për tu parë për njerëzve. Pra nëse janë shikimet e njerëzve, falet. Kur mungojnë shikimet e njerëzve, nuk falet. Edhe ka përmendur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith, athqala as-salati ala al-munafiqin al-isha was-subh. Me thanë namazet më të vështira për munafikët janë namazi i sjacisë dhe i sabahut. Pra pse? Për arsye se në atë kohë, në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk janë parë për njerëzve. Për arsye se këta dy namaze janë në errësirë, kur është me thënë errësira mbi zotron. Edhe nuk shihen, nuk e sheh ka e keti në saf afër, edhe nuk e sheh duke shkuar në xhami. Edhe çka kanë bërë munafiqët nuk kanë dalë të namazet për arsye se nuk janë parë për njerëzve, sa dalin apo s'dalin. Për arsye se janë bërë namazet, si me thonë në atë errësirë, nuk ka qenë me thonë dritë mjaftueshme për ta identifikuar se kush është edhe kush është. Pra, dembelia mas pari, çka e godet njeriu është te çështja e namazit. Për këtë arsye shumë prej njerëzve i lanë namazet për shkak të dembelisë, jo për diçka tjetër. Shumë prej njerëzve, sidomos prej besimtarëve, bëhen shkak dembelia që e vonon namazin ose i kalon prej kohë e kështu me radhë, e rezultati çka i krejt çështja e dembelisë. Kjo smundje, pra smundje e dembelisë, shkakton sëmundje në zemër, edhe shkakton nifak edhe hipokrizi në zemrën e njeriut. Edhe pse kjo nuk shkakton ndonjë smundje në trupin e njeriut. Mirë po, problematika e zemrës është më e madhe sa problematika që njeriu ta ketë diçka në aspektin fizik të tij. Për këtë arsye, kur na ka treguar Allah subhanahu wa taala për munafiqët në surën Al-Munafiqun, ka thonë: "Wa idha ra'aita tu'jibuka ajsamuhum", nëse ti shef të mahnitin trupat e tyre, pamja e tyre. Tu'jibuka ajsamuhum, të mahnitin pamja e tyre. Wa in yaqulu tasma' li qawlihim, edhe kur flasin ti u ndëgjon fjalët e tyre, pra flasin në mënyrë të bukur, edhe janë pamje të bukur. Mirë po çka? Me thanë, e kanë atë hipokrizin në brendi. Pra e kanë atë smundje në zemrat e tyre. Thot Allahu subhanahu wa taala në ajet kuranor, për sa i përket zemrave të tyre ka thënë, zemrat i kanë të sëmura. Pse janë të sëmura? Cilat janë ato smundje të cilat janë? E kanë më së pari e kanë hipokrizin. Më pastaj është derivat hipokrizisë edhe këtë dembelia e cila paraqitet, më thanë, në jetën e tij të përditshme. Edhe thot Allahu xhallahu ala në ajet kuranor, thumma qasat qulubuhum min ba'di dhalik, edhe më pastaj zemrat e tyre u ngurcuan, fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswa, dhe ata u bën të ngurta sikur se guri, madje edhe më të forta se sa guri. Pra kjo zemër, kur nuk i bën ti asaj zemre trajtim, kur nuk përkujdesesh për zemrën tënde, është goditur prej hipokrizisë, prej sefatësisë, prej dembelisë, prej mungesës bindje në Allahun xhallahu ala, prej mbështetjes në Allahun, më thanë mblidhen në zemër, më thanë këto, edhe derisa kjo zemër ngurcohet. Edhe më pastaj fillon ajo faza kur njeriu do të thonë ndjen dembeli për sa i përket krejt adhurimeve të përditshme të cilët Allahu xhallahu ala i ka kërkuar prej neve. Mirë po, ekziston një ndjenje e dembelis, e cila i ngjan dembelis. Mirë po, nuk është dembeli e cila e godet besimtarin, e cila në përgjithësi është rezultat ndonjëherë i lodhjes fizike dhe psikike. E sidomos njerëzit të cilët vëllezërit tonë të cilët punojnë punë të rënda, me thanë ose punë fizike ose psikike. E sidomos ne si ligjërues në xhami ose në për ligjërata mas miri e shohim se kush është i lodhët edhe kush nuk është i lodhët, ose kush është i freskët. Për shembull, ju që jeni prezent, ndoshta nuk e shihni se kush kotet. Mirë po, unë e shoh shumë më mirë. E shpesh na ndodhen në për ligjërata ose në hutbe, ndonjëri prej xhamatlive kotet ose flen.
Pra kjo ndoshta zakonisht nuk është prej dembelis ati, mirë po është rezultat i punës, i pagjumësisë për shkak të punës ose për parasysh x shkaqe. Edhe kjo pra nuk është prej hipokrizisë. Kjo lloj, në thojza, nëse mund ta quajmë dembelis, nuk është prej hipokrizisë, por se është normal prej asaj çka Allah subhanahu wa taala e ka kriju, njeriu pra e ka kriju dobët edhe fizikisht, domethënë ka ato dobësitë e veta edhe domethënë s'mund t'ju bëj ballë, domethënë shumë presioneve të përnjershme fizike edhe psiqike. Kjo dembeli, pra, sikurse edhe tham, shkakton egërsi në zemër. Pra e egërson zemrën e njeriut. Allahu xhallahu ala I ka lavdruar besimtarët edhe ka thënë: "Innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum." Me të vërtetë besimtarë janë ata, të cilët kur ju përmendet Allahu ju rënqethen lëkurët. Ju rënqethen lëkurët. Pra përgëzim për besimtarin. Besimtari I cili e ka këtë cilësi, kur e ndëgjon ajetet e Allahut, hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, zaten krejt jeta e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka diçka e cila len mbresë jetën tënde. Edhe ajetet e Allahut lanë gjurmë në zemrat tona, gjurmë pozitive, të cilët e ngjallin zemrën e besimtarit. Pra dembelia e njeriu arrin deri në atë shkallë sa që njeriu pa marrë parasysh çka bën, thot kjo është e vogël, hajt bese s'kam bë kufër. Kjo e vogël, lënia e namazit e qenë vogël, muzikën e qenë vogël, amoralitetin e qenë vogël, më thanë çdo gjuna të cilën e bën e qenë vogël. Pse? Pse kjo korrespondon me atë ndjenjen e dembelis. Për arsye se e kemi përmendur më herët, sabri kemi thënë është dy lloj. Sabër në veprimin e ibadeteve, pra duhet sabër për ta fal namazin normal. Sabër në veprimin e një ibadeti, edhe sabër në hekjen dorë për një harami. Pra duhet sabër, të ofrohet një haram përpara, cilin ke shumë lejet e ke ta veprosh. A duhet sabër me bën të hekësh dorë? Padyshim se duhet me bën sabër. Edhe për me bën, domethënë, disa lloje të njerëzve pra, kur nuk e kanë sabrin, atëherë në anën tjetër ekziston edhe ajo ndjenja e dembelis të ato. Pse? Për arsye të dembelis nuk e falën namazit, për arsye të dembelis, domethënë, I bën edhe ato harame, për arsye se dera e haramit është më e lehtë. Për shembull, ata njerëz të cilët nuk kanë sheriat në jetën e tyre, për ata është krejt rrafshulla, vetëm drejt. Ato nuk ka diçka të ata e cila është halal dhe haram. Nëse nuk do ekzistojë ai kodi penal I shtetit, më thënë do të bastisnin në drejt, më thënë do të hiqten në shtëpi, ta mirë të pasurinë e kështu me radhë. Mirë po, flasim për shembull për besimtari, I cili e ka si kushtetut Kur'anin edhe Sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra atë Allahu xhallahu ala në këtë rrugën tonë të drejtë, pra ka halal dhe ka harame. Ndërsa ai I cili nuk kujdeset se çka halal dhe çka haram, nuk e ka dert se si ka me shku në atë rrugë. Nuk e ka atë gajle. Nuk e zgjedhën rrugën ai në cilën ka me ec, as pak. Nuk I intereson halal ose haram, konsumon halal ose haram, se ka gajle. Vepron halal ose haram, se ka gajle. Bon diçka me të cilët I shkel kufit Allah, nuk e ka gajle. Me rëndësi është qefi atij personi që shkojnë vet. Kjo është e gajlja kryesore e atij. Dembeli do me thonë, është ndonjëherë mospatje vullnet që të largohet njeriu prej haramit. Pra kur njeriu s'ka vullnet, kjo është një problematik e madhe. Edhe njeriu mundohet që gjithmonë ta zgjedhë atë e cila është më e lehtë. E kur jemi ne te veprimi I ibadeteve të përditshme, ose vjetore, ose jetësore, pra çka është më lehtë për njeriu? Atë falet a mos falet, për sa I përket lodhjes fizike. Ma kollaj e ka mos falet. Nëse flasim në atë aspektin, a ka lodhje apo s'ka lodhje, e cila korrespondon me dembelin. Pra dembeli e zgjedh atë e cila është më e lehtë. Jo pse të falem, pse të lodhem. Ma mirë të ri në internet, ma mirë të ri në rrjetet sociale, se sa të lodhem, se sa të gjersohem, se sa t'i vras gjujt. Pra e zgjedhën, si me thanë, atë opcionin I cili korrespondon me atë dembelin e brendshme të atij.
Pra kjo dembeli shkakton ndonjëherë edhe ndjenjë mos përgjegjësie në raport me njerëzit përreth. Edhe normal kjo çka shkakton edhe prishje të raporteve ndërnjerëzore. Pra prishje të raporteve ndërnjerëzore. Sigur se për shembull në një shtëpi kur krejt punojnë, edhe njëri vetëm rrin. Krejt janë çu për shembull ta çojnë sofrën, dikush i lan enat, dikush diçka. Njëri domethënë asgjë s'punon. A shkakton kjo një farë pezmetimi të ato tjerët antarët e familjes? Po. Edhe kjo si me thonë dembelia, ndonjëherë shkakton edhe i prishen edhe raportet ndërnjerëzore. Kur jemi te kjo, thot Allahu xhalala, ele akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'dhin adu illa al-muttaqin. Kur jemi te prishje marrëdhënieve ndërnjerëzore, thot Allahu xhalala, në atë ditë shokët e afërt kanë me qenë armik të njëri tjetrit përveç se të devotshmit. Pra të devotshmit s'kan me qenë armik të njëri tjetrit. Kanë qenë të afërt edhe të dashur për njëri tjetrin në dunja, edhe në ahiret kanë me qenë të dashur me njëri tjetrin. Edhe ndjenja e dembelis pra e pengon njeriu prej ekzekutimit të ibadeteve të përditshme të cilët kërkohen prej neve, edhe ndjenja ose mungesa e ndjenjes së përgjegjësisë çka e kemi ne ndaj vetes tonë edhe ndaj Allahut xhallahu ala edhe ndaj rrethit, në përgjithësi e bën që njeriu mos ketë edhe ndjenjë faj ose ndjenjë xhelozie kur shkelen kufit e Allahut xhallahu ala. Për këtë arsye, xheloz nuk janë ata për dinin e Allahut, dembelat nuk janë xheloz për dinin e Allahut. Nuk e ka gajlaj çështjen e muslimanëve në përgjithësi, ose çështjen e degenerimit i cili paraqitet në këtë rrethin ku ne jetojmë, nuk e ka ai. Pse? Ka dembeli, edhe si rezultate e dembelisë, më thonë ka shumë sende tjera të cilët paraqiten si smundje të zemrës të njeriu. Dembeli, do më thonë, ndonjëherë reflektohet edhe në çështjen e shfrytëzimit të kohës. Do të thonë reflektohet edhe si të mënyra se si njeriu e shfrytëzon dhe se si e kalon kohën. Pra dembeli është profesionist në mënyrën se si e harxhon kohën. Ai gjithmonë ka diçka me të cilën ai merret. Çka është më e vogla me të cilën ai merret? Rrin. Nuk bën asgjë. Smerret me kurnise. Edhe kjo është sa është i zanë me diçka. Me e thira, a vish ta bëjmë një punë ose të shkojmë diçka, të kryjmë një punë, thotë jam i zanë. Me çka? Me ndeje është i zanë. Ose është në rrjetet sociale i zanë, e sot rrjetet sociale sa dush. Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, TikTok, sa dush ka në rrjete sociale të cilet e thithin kohën prej neve. Edhe atë kalimin prej një aplikacion tjetër, e qunë sa është i zanë me diçka. Nuk e qunë atë se ka kot lirë. S'ka kot lirë. Ai është profesionist, si me thanë, në mënyrën se si harxhohet koha. Edhe ai është profesionist në mënyrën se për me i dhanë përparësi i asaj e cila është e parëndësishme ndaj asaj e cila është e rëndësishme. Pra nuk din të bëjë si më thonë një farë balansi mes asaj çka e rëndësishme edhe çka nuk ka e rëndësishme. Pra nuk e dinaj, nuk din që ta bëjë të vlerësimin e asaj. Pra nuk din si me bën dallim. Pra çka nuk kupton kjo? Pra nëse për shembull dikujt ja ke dhënë për shembull një 500 euro ta zon. Edhe ja jep edhe i thua mbaj këto edhe shërbehu në mënyrën më të mirë sikur se edhe din ti. Ai nuk shkon ta paguje çekin e rrymës. Ai shkon e merr një PlayStation 5. Për çka? Jep përparësi asaj parëndësishme nga asaj krahas asaj e cila është e rëndësishme. Pra jep përparësi PlayStationit përpara rrymës, edhe ai harron se nëse dalet rryma edhe nuk të vlen edhe kjo PlayStationi çka e ke. Pra jep përparësi asaj e cila është e rëndësishme ndaj asaj e cila është e rëndësishme. E ku ka diçka e cila më e rëndësishme se sa haku çka e kemi ndaj Allahut subhanahu wa taala. Duke filluar prej tauhidit, mbi të gjitha njëshmëria e Allahut, njohja e saj, edhe pastaj namazi edhe zekati, edhe adhurimet tjera. Kalojnë ditë të tëra ky lloj njeriu nuk nxjerr në pah kur gjë. Do thënë kur gjë të hajrit. Nuk është produktiv në jetën e tij, edhe s'ka, si me thonë, gatishmëri për punë serioze.
Jo vetëm për ibadete, mirë po nëse dëshiron që ta nisi diçka për hir të Allahut, në një punë serioze, për me ndihmu dikujt ose për me bë diçka të hajrit, nuk ka seriozitet. Do të thonë ka me lanë gjithë rrugës, nuk ka me qenë deri në hapin e fundit me ty. Edhe ky lloj i njeriut e ka merak anarkinë punë. Pra e ka merak anarkinë. Çka nën kupton anarkia? Kur smerret vesh, kush han kush pin. Ai e ka merak. Pse? Pse në kësi lloj të rrethanave nuk kuptohet kush u lodh, kush nuk u lodh. Pse? Për arsye se ka anarki, nuk dihet kush ka punu. Ai ka qenë prezent. Po. Mirë po çka ka bë, nuk është marr realisht me diçka, mirë po vetëm si thonë tani ka bë gushva. Asjell andej këndej, edhe nuk ka bë diçka e cila është produktive. Edhe ky dembel e mashtron veten e vet se kinse gjithmonë është i zon. Për arsye se njeriu për me e bind dikant për diçka mas pari duhet që ta bind veten e vet. Edhe rrenën disa prej njerëzve kur e flasin, mas pari ai beson, pastaj mundohet që njerëzit tjerë t'i bind sa ajo rrenë është e vërtetë. Edhe ky dembeli mas pari e bind veten e vet se unë jam i zon me diçka, edhe më pastaj mundohet që t'i bind edhe tjerët, do të thonë se unë jam i zon. Edhe ky lloj i njerëzve gjithmonë shkakton, do të thonë kritika, do të thonë edhe i stërzmadhon gabimet e të tjerëve. Pra nuk e ka, si me thonë, nuk është vetë kritik ndaj vetes vet, tepër. Do thonë nuk e kritikon veten e vet, gjithmonë, do thonë fokus e ka do thonë gabimet e të tjerëve. Po ashtu edhe meritat e njerëzve tjerë i ja përshkruan vetes vet. Edhe për këtë ka ardhur ajet kuranore, sura Al-Baqara. Wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Edhe ata dëshirojnë që të falenderohen për diçka të cilat ata nuk e kanë bërë. Pra kanë merak ti marrin meritat e dikujt tjetër për ndonjë vepër. Ka merak gjithmonë me thonë ai tjetër në qendër të vëmendjes edhe meritat e veprave të dikujt tjetër ti merr përsipër. Pra cilët janë shkaqet e dembelisë të cilët sillin te kjo, me thonë si fenomen mjaft i rrezikshëm e para mbi të gjitha, për të cilën gjithmonë kemi folë është mungesa e sinqeritetit. Pra mungesa e sinqeritetit ndaj Allahu xhelalu ala shkakton që njeriu, domethënë, ta humbe atë ose të mungoj friga prej Allahu xhelalu ala, edhe mungesa se unë një ditë kam me dalë përpara Allahut, edhe kam me u marrë përgjegjësi për veprat të cilat i kam bë, edhe për veprat të cilat janë kërkuar prej meje që t'i bëj edhe si kam bë. Pse? Për shkak të dembelisë. Për arsye se dembelia nuk është arsye, nuk ka ardhur as në Kur'an as Sunet, dembelia diçka e cila ty si besimtar të arsjeton nesër përpara Allahut. S'mund t'i thuash nesër Allahut, wallahi o Zot, kam qenë dembel edhe nuk kam pat mundësi që të falem. Më ka mund dembelia. Për arsye se është diçka e cila është në personalitetin tënd, të cilën ti ke mundësi që ta shërosh. Mirë po punë është se njeriu ndonjëherë nuk don të shërohet prej asaj problematike, edhe prej asaj fenomeni, edhe domethënë pajtohet me atë, edhe çka i thot vepshi vet, ta bëj e bën, edhe çka nuk i ndalon vepshi vet që të bëj, ai domethënë i largohet, pra e vepron, domethënë. Pra për sa i përket dembelis, pra kjo është një smundje shumë e rrezikshme. Pra si çështja e parë, mungesa e sinqeritetit e shkakton një gjë të tillë, pra sinqeriteti paraqet një farë force shtytse për besimtarin. Pra kur njeriu është i sinqert me Zotin e vet, e din se ka me dalë përpara Allahut, e din se ka me dhënë përgjegjësi për të gjitha veprat të cilët i ka bën, edhe të veprat të cilët ka qenë i mangët edhe nuk i ka bën në formën e duhur, për shkak të dembelisë dhe përtacisë së tij. Po ashtu edhe mospatja e diturisë sheriatike është një faktor tjetër i cili ndikon që njeriu të bëhet dembel. Pse mungesa e diturisë sheriatike? Për arsye se njeriu kur nuk e din vlerën ose shpërblimin e një vepre, normal nuk e vepron. Nuk e din çfarë shpërblimi ka. Sot pse shumë njerëz e lën namazin? Shumë për njerëzve nuk e din vlerën e namazit realisht. Kjo fatkeqësi e madhe, nuk e din vlerën e namazit, i cili është fars, edhe për këtë arsye edhe e lën. Ndërsa nga ana tjetër, ka prej suneteve, të cilët janë të përhapura në popullatën tonë, sigurisht është sunetimi i fëmijëve të vegjël. Sunetimi i fëmijëve të vegjël, pra është sunet. Për atë arsye edhe i thujmë sunet. Është bërë sunet djali filanit.
Pra sunet, kur jemi te sunetimi, gjithë e dinë vlerën e kësaj, dinë se sunet prej suneteve të fitrës, natyrshmërisë, edhe krejt e veprojnë. Mirë po me e lonë, qka? A del njeriu prej feje? Jo, vallai nuk del. Edhe këtu s'ka polemik në mesin e dietarëve, as kujt prej dietarëve. Ndërsa te lënia e namazit, është shumë më e rrezikshme se sa lënia e sunetimit, për arsye se flasim për namazin i cili o farzi i Allahut. Pra shive, te çështja e namazit e kanë ditur njerëzit, nuk e kanë ditur vlerën reale të namazit, edhe e kanë lënë edhe e lënë vazhdimisht. Ndërsa te sunetimi, jo valla, asesi s'mund t'i lënë fëmijët pa i bërë sunet. Ndërsa nga ana tjetër nuk e ka dert pse nuk falet. Pse ka gajle. Se s'falet ai, se s'falet fëmija, se s'falet gruaja, s'falet nana, më thanë nuk e ka kur far derti. Pra kjo është fatkeqësi në vete. Pra kur jemi tek mungesa e diturisë sheriatike, pra kur mungon te njeriu ajo njohja e vlerës reale për veprimin e një vepre, e din njeriu edhe e bën me vullnet, ose e din ndëshkimin i cili është si pasojë, o cila si vjen si pasojë e mosveprimit të një vepre, atëherë edhe ai ka mu largu. Për këtë arsye, çdo sistem i cili është prej sistemeve njerëzore të cilët janë të shpikura, ekziston ajo, domethënë, mënyra e nxitjes edhe friksimit. Nëse vepron këtë vepër, shpërblehesh. Nëse nuk e bën, dënohesh. Shembull tipik, të vjen rryma. E pagujte, domethënë ta lshojnë atë rrymë. Nuk e pagujte, ta presin, ta ndalin. Me thonë, edhe të nxit, edhe qka, edhe të frikson. Për këtë arsye, kur ne kemi me pasur dituri sheriatike, për hakin tonë dhe Allahut, pa dyshim se ka me qenë gjendja jo ndryshe, nuk ka me qenë ashtu sikur se edhe është edhe sot. Po ashtu edhe lidhja e tepërt të zemrës me dunjan është një prej pengesave të cilët e mbjellin hipokrizinë edhe e mbjellin dembelin në zemrën e njeriut. Pra kur lidhet tepër zemra me të mirat e kësaj dunjaje, edhe fillon që t'i konsumoj këtë mirësi me të madhe, pa kur farë, me thanë, limiti, atëherë normal edhe kjo bën që njeriu të bëhet dembel për sa i përket adhurimeve ndaj Allahut subhanahu wa taala, po ashtu edhe jetesa në atmosferë e cila është atmosferë e prishur ose atmosferë e cila nuk ndihmon për në vepra të mira. Sigur se e kemi rastin atmosferës në vendin tonë, për shkak ku jetojmë. Nuk është në një atmosferë në përgjithësi e cila të nxit shumë në vepra të mira. Ekziston urdhërim për të mirë, ndalim prej të keqes, tek tuk, në çdo familje, në çdo mahall, ka. Mirë, po në përgjithësi, lëshohet televizorin ka harame, qele telefonin ka harame, qele YouTube-en ka harame, qele Facebook ka harame. Me thënë, krejt anët e shes se njeriu bombardohet, me thënë, me gjëra të cilët të pengojnë, me thënë që të avancosh drejt Allahut xhallahu ala. Edhe kjo atmosferë padyshim se ndikon, edhe sidomos mungesa e këshillës, nëse për shembull rrin me një rreth të shokëve, të cilët ti kur bën budallakia, ata do artrokitin. Pra kjo është shoqëri e prishur, mos prit se ka me pat hajër prej asaj. Ndërsa, nëse në rrethin ku jeton, ke njerëz të cilët mësojnë ka hajri, atëherë mbaju me atë rrethin të cilin Allah subhanahu wa taala ka dashur që ti të shoqërohesh. Po ashtu ndikon që njeriu, me thënë, mos bëhet që të bëhet dembel, po ashtu edhe shoqërimi me njerëz të cilët s'kan ambicie të larta. Disa njerëz nuk kanë ambicie. Nuk ka ambicie të larta. E sidomos nuk flasim për çështje dunjos tash, sepse për dunjë ambicie ti kemi në qiell. Nëse e pyesi çka do të më thonë secili çdo ditë i treti person, thot mas 5 vjetëve, 10 vjetëve kam u bë milioner. Kam me ndreç një shtëpi, kam me bli banesë, kam me bë kët, kam me bë kët. Nëse pyet dikant kam me bë magjistraturën, doktoraturën, krejt ambicie për dunjë. I kemi këto ambicie në qiell, lart i kemi. Mirë po, ku janë ambicjet tona në dinin Allah? Ku janë ambicjet tona ta mësoj leximin e Kuranit se nuk di ende? A nuk turprohemi gjithandej hoxhallar dhe gatishmëri te ata për të na mësuar falas? Mirë po, prapse çka? Mungon ajo ndjenja e përgjegjësisë, ekziston ajo dembelia e cila neve na pengon. Edhe për këtë arsye, kur kemi në njerëz të cilët rrim me ato,
edhe s'kon ambicie të larta për sa i përket përparimit në dinin e Allahut, që mos rish me një vend një periudhë gjatë, kjo qëllimi. Sepse ka njerëz të cilët i kemi pa 1 vjet, 2 vjet, 3 vjet ka fal namaz, mas 3 vjetëve ka fillu të mungoje pak prej safit, mas 5 vjetëve as nuk keme e njoh, fatkeqësisht. Si ndodhi kjo? Ndodhi se është shoqëruar me njerëz që s'kan ambicie të larta, nuk ka pat dituri sheriatike, është mjaftuar me pak. Çdo kush i cili hin punë gjithmonë sinon do të filloj me 500 euro, mirë po për 9 muaj do arri 700 euro, do arri 1000 euro, 1500 euro. Krejt i kanë këtë synim, po. Mirë po, a ekzistojnë këto synime në dinin Allahut? Për 6 muaj t'ja vëndojsh vetes tande, ta mësoj leximin e Kuranit. Për 6 muaj t'i mësoj 10 faqe Kuran. Për shembull, ndoshta e përmendat minimumi, se na duken shumë, kur përmendis 10 faqe, na duken shumë. A ekziston kjo te ne? Shumë. Rrethin ton ku jetojmë, më thanë, është një fenomen shumë i përhapur. Po ashtu edhe mospatja qëllim të qartë në jetë. E sidomos për shembull kur jemi tek ibadetet kryesore të ditës. Pra çdo besimtar nuk ka nevojë që ta bëjë një jetë çdo ditë. Nesër di fali 4 mbas nesër 5, jo vëlla. Prej sot fillo edhe bane në formën më të mirë, ashtu sikur se edhe e don Allah. Alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana, janë ata të cilët kur dëgjojnë një fjalë pasojnë mënyrën më të mirë. E dëgjojnë fjalën e Allahut e pasojnë mënyrën më të mirë. Nuk gjejnë bisht çdo fjalë. Nuk mundohen domethënë që ta arsyetojnë veten në çdo gjë. Jo, kjo s'është për mua, haj edhe pak si o miri, haj edhe pak, domethënë edhe ja bëjnë qefin vazhdimisht vetes vet, edhe ngjecin, edhe ngelin vend, edhe domethënë nuk përparojnë drejt Allahut xhallahu ala. Po ashtu prej sendeve të cilët na shkaktojnë neve dembelin, janë edhe problemet edhe pengesat tjera. Dikush ka probleme të cilët janë në familjen e tij, edhe vuan për shembull ndoshta familjarët e tij janë të asaj çka janë dembela, edhe normal edhe ky si njeri ndikohet për asaj. Për ato edhe më pëlqejti një poezi arabe e cila thoshte: mos ri me dembelin për arsye se njeriu prej shokut ndikohet, pasi që edhe në qoftë se edhe gacën e nxehet e fut në rër, edhe ajo ftohet. Pra një gacë nxehet futen rër, me njerë ka me humbat, si me thonë, aq sa më shumë grimca ka për rreth, aq më shpejt ka me humb atë nxehtësinë. Edhe ne si njerëz, qofse futesh me një rreth i cili janë dembela, për arsye se, sidomos, gjenerata e trive, për shembull, disa për shembull shoqërohen, këto janë filan ekipa, këto janë Barcelonës, këto janë Realit, edhe shoqërohen me njëri tjetrin duke i pasur këto preferenca të futbollit. Dikush është i kazinos edhe shoqërohet me njerëzit të cilët janë të kazinos. Pra çdo njeri e kërkon atë çiftin e vet me cilin i shkon, si me thënë ai muhabeti ideal. Edhe ne si besimtar duhet që ta zgjedhim, si me thonë, atë rrethin ton, rreth i cili ka me na ndihmuar neve në dinin e Allahut xhallahu ala. Po ashtu edhe vetveprimi janë një prej shkaqeve të cilët e bëjnë njeriu dembel. Për arsye se ka prej njerëzve të cilët thonë unë mundem kët. Çdo gjë të cilën ai bën është veta e parë njëjës. Unë edhe unë. Vetveprimi. Islami nuk është fe e tillë. Islami është fe e xhamatit. Islami nuk është fe vetëm për një person. Xhamat. Krejt ibadetet në përgjithësi janë me xhamat. Agjërojmë kur agjërojnë muslimanët. Ulemi në sofër bashkë me muslimanët. Hapim iftar me muslimanët. Shkojmë në haxh kur shkojnë muslimanët me xhamat, krejt me xhamat. Namazi me xhamat, e xhumaja e falem, krejt me xhamat. Pra krejt kjo na bën ne me dije se Islami nuk është fe dervishash ose fe vet izolimit, fe e murgërisë. Islami është pra fe e përzierjes me njerëz, sepse kjo do më thënë e kultivon atë, si me thënë, atë shpirtin social në shoqërinë e muslimanëve. Po ashtu edhe mos kuptimi i realitetit është një prej shkaqeve të cilët ndikojnë që njeriu do më thënë të jetë i mangët në këtë aspekt. Cili është realiteti? Realiteti është ajo çka e shohim edhe sot. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa. Ata të cilët kanë bërë kufër dëshirojnë që edhe ju të bëni kufër edhe të bëni të barabartë. Ata e dëshirojnë prej neve. Walan tarda anka al-yahud wala an-nasara hatta tattabi'a millatahum. Jehudët edhe krishterët kur s'kan me qenë me ju të kënaqur derisa ta pasoni miletin e tyre, derisa ju të bëheni si ata. Edhe
Ne si besimtarë zgjedhim atë çka Allahu subhanahu wa taala e ka dashur për ne dhe ibadetet, pra i bëjmë ibadetet të cilët Allahu subhanahu wa taala i don dhe i kërkon prej neve. Edhe vezveset janë një prej shkaqeve të cilët e mbjellin dembelin në zemrën e njeriut. Pra shumë prej njerëzve kanë vezvese, largohen prej ibadeteve, edhe arrin deri në shkallë të dembelisë, sa që thotë vallai s'në falem për arsye se kanë me më largu pe pune, ose se na gjëroj për x arsye shëndetësore, edhe duke qenë i shëndohesh super. Me thonë ka vezvese në kokën e tij se nëse e bëj kët do dëmtohem këtë aspekt. Nëse e bëj kët do dëmtohem në aspektin shpirtëror. Nëse e bëj kët do dëmtohem në aspektin fizik. Nëse e bëj kët do dëmtohem në aspektin material. Edhe vazhdimisht ka vezvese, këta vezvese si me thonë si rezultat përfundimtarësh e bëjnë njeriu dembel edhe përtac në jetën e tij. Pra kjo është edhe pse afrua koha mendoj. Inshallah këtu e përfundoj se na ka mbetur një pjesë, inshallah ndoshta e vazhdojmë në ligjëratën e ardhshme për sa i përket ilaçeve të cilët duhet që t'i përdor besimtari për sa i përket shërimit të kësaj problematike, pra problematikës së përtacisë. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.